Sikundër kishin paralajmëruar dhjetra tregtar në qytetin e Lezhës, kanë kaluar natën në ambientet e tregut duke u ngujuar brenda. Tregtarët kanë qëndruar gjatë gjithë natës brenda ambienteve të tregut, ndërsa kanë deklaruar se nuk do lëvizin deri në zgjidhjen e problemit të tyre. Ata kundërshtojnë regjistrimin në QKR dhe përrjedhojë dhe pagesën e taksave, pasi sipas tyre është e papërballueshme. Tregtarët shprehen se policia gjatë ditës së dieshme ka ushtruar dhunë ndaj tyre duke i larguar me forcë nga protesta. Përfaqësuesja që ka ardhur sot nga Drejtoria e Përgjithshme e Shqipërisë nuk ka ardhur mu seru me ne, as me bashkëbisedu, po me na bën ne presion. Ne nuk kena as nim, as i përfaqësues nuk ka ardhur, as një deputet, as Arjan Barbullushi nuk ka pranuar mu taku me tregtar. Me familje, me fëmijë, me ton, do të vdesim këtu. Dhe vinë dikush na sqarojnë dhe taks mi taks nuk pagujmë, nuk kena ku me morë. 50.000 i lip bashkia, dhe 25.000 që janë tatimet, e i thoi 110.000 lek. Dhuket në mujt, 12 mujt, ka 110.000, i thoi 1.200.000. 300.000 do në tatim fitimin, i thoi 1.500.000. E 25.000 lip bashkia, për ka 12 muj, i thoi 300.000 lek. I thoi 1.800.000 lek në vit, mi pagu na. Policia e shtetit mori urdhën prej personave, si ishin aty, të votumëve tonë, morën urdhën, edhe grave ja kanë thy krahat se majtë makinën. Ndihem shumë indignuar nga mashtrimi që na ka bërë drejtoresha e përgjithshme e tatimeve të Shqipërisë në takimin që kemi pasur si përfaqësues tregtarësh. Ndihem shumë indignuar nga tatim taksat e Lezhës, nga kryetari i bashkisë me gjithë përfaqësues tyre, cilët në një takim që na pritën në zyrë, na mashtruan totalisht. Në mbështetje të tregtarëve ka qenë edhe deputeti demokrat në qarkun e Lezhës Mhill Fufi, i cili zhvilloi një takim me ta duke kërkuar një reagim të menjëhershëm të qeverisë. Ne i kërkojmë bashkë me tregtarët, i kërkojmë shtetit të marrë masa ndryshe, pra të verifikojë taksat dhe tatimet për këto njerëz si po punojnë për bukën e gojës. Pastaj një problem tjetër shqetësues ishte problemi i policisë. Duke dhunu tregtarët ashtu, i bëj thirrje policinë shtetit të heqë dorë nga dhunimi. Pas mbylljes së tregut, rreth 350 të punësuar në të janë hedhur në protesta ndaj drejtorisë së tatimeve, pasi nuk pranojnë të paguajnë taksa shtesë, veç atyre të Bashkisë së Lezhës.